Noemi sapo ka përfunduar klasën e parë në shkollën e baletit në kryeqytet. Për vajzën 7 vjeçare, baleti mbetet një dëshirë e fortë dhe ëndra e saj është që një ditë të performojë në skena të mëdha. Kam qenë pjesë në kurs baleti dhe i thash mamit që dëshiroja të vija në këtë shkollë të baletit. Unë jam gjitur disa herë në teatrin e operas. Unë kur të rritem dua të bëhem një balerinë e njohur dhe të ngjitem në skenë të mëdha. Mamaja e Noemi tregon se e ka mbështetur në këtë dëshirë të shprehur prej vitesh, fillimisht me kurse baleti e më pas me regjistrimin në shkollën e baletit. Programi mësimor është si shkollat e tjera, është shtesë baleti dhe ku ka më mirë se fëmia të angazhohet edhe me diçka ekstra. Nxënësit ndjekin njëkohësisht edhe lëndët bazë të arsimit parauniversitar, ndërsa drejtoresha e shkollës Blerina Arbana shpjegon mënyrën se si është organizuar programi mes formimit artistik dhe atij akademik. Plani mësimor është njësoj si të gjitha shkollat e Tiranës. Nga klasa 10-11, që është gjimnazi, si ku në kanë gjimnazin shkollat e tjera të përgjithshme, funksionon kurrikula e përgjithshme dhe kurrikula artistike. Kurrikula e përgjithshme është 30%, sepse baza më të madhe është kurrikula artistike. Nënshtrohet një komisioni artistik brenda shkollës dhe kanë të drejtë fëmijët brenda Tiranës dhe jashtë Tiranës. Shkolla Kombëtare e Baletit mbetet institucioni vetëm arsimor në vend për formimin e balerinëve dhe koreografëve të rinj. Si shkollë me cikël të mbyllur, u ofron nxënësve jo vetëm edukim artistik profesional, por edhe diplomën e maturës shtetërore. Prej vitit të kaluar, dyert e saj janë hapur edhe për nxënësit e klasës së parë, duke krijuar mundësinë që talentet të nisin rrugëtimin e tyre artistik që në moshë të hershme. Shkolla për nxënës që duan të regjistrohen edhe gjatë gjithë vitit akademik.